Gjithmonë mbaj mend këtë: rrushi duhet të shtypet për të bërë verë, diamantet formohen nën presion, ullijt shtypen për të lëshuar vaj, farat rriten në errësirë. Sa herë që ndjeni të shtypur nën presion ose në errësirë, jeni në një vend të fuqishëm transformimi. Besoj procesit. Sa herë e gjen veten në anën e shumicës, është koha të reflektosh dhe të ndryshosh. Lavdia jonë më e madhe qëndron jo në faktin që ne nuk dështojmë, por në faktin që ringrihemi çdo herë që dështojmë. Detyra jote nuk është të kërkosh për dashurinë, por thjesht të kërkosh dhe të gjesh të gjithë pengesat brenda vetes tënde që ti ke ndërtuar kundër saj. Disa njerëz vdesin që 25 vjeç, por nuk varrosen deri kur mbushin 75. Kam zbuluar paradoksin që nëse ti dashuron derisa të dhëm, nuk mund të ketë më dhimbje, por vetëm më shumë dashuri. Pamja jote do të qartësohet vetëm atëherë kur të mundesh të shohësh brenda në zemrën tënde. Kush e jashtë ndërron, kush e brenda zgjohet. Ajo që është prapa nesh dhe ajo që është përpara nesh janë vogëlsira në krahasim me atë që është brenda nesh. Ai që pushton vetveten është më i madh se sa ai që pushton 1000 njerëz në betejë. Jeta nuk ka të bëjë me gjetjen e vetes. Jeta ka të bëjë me krijimin e vetvetes. Ka vetëm 2 mënyra për të jetuar jetën tënde. Njëra, sikur asgjë nuk është një mrekulli, tjetra, sikur gjithçka është një mrekulli. Gjithmonë kam qenë i fiksuar me urgjencën e të bërit të gjërave. Dia nuk është mjaftueshëm, duhet të veprojmë. Nëse doni që fëmijët tuaj t'ia dalin, shpenzoni 2 fish kohë me ta. Nuk ka rëndësi se sa ngadalë ecën, për aq kohë sa nuk ndalon. Ka vetëm një mënyrë për të shmangur kriticizmin. Mos bëj asgjë, mos thuaj asgjë dhe i thjesht asgjë. Jeta nuk numërohet nga numri frymarrjeve që marrim, por nga momentet kur na është marrë fryma. Sa e mrekullueshme është se askush nuk duhet të presë qoftë dhe një moment të vetëm për të filluar për të përmirësuar botën. Mos shko aty ku të shpihet shtegu, por shko atje ku nuk ka shteg dhe lër gjurmë. Jeta të kurret ose zgjerohet në përpjesësim me kurajën tënde. Nëse luftojmë sy më sy, vetëm sa do e bëjmë gjithë botën të verbër. Kur dikush të beson një sekret, mbaje atë sekret. Mendja është gjithçka. Çfarë mendon, bëhesh. Jeta jote është e limituar, kështu që mos e shpenzo duke jetuar jetën e dikujt tjetër. Hakmarrja më e mirë është suksesi masiv. Kërko dhe do të jepet. Kërko dhe do të gjesh. Trokit në derë dhe do të hapet. Fillo aty ku je. Përdor atë që ke, bëj atë që mundesh. Kur isha 5 vjeç, mamaja më thoshte që lumturia ishte kyçi i jetës. Kur shkoja në shkollë, më pyeten se çfarë doja të bëhesha kur të rritesha. Shkruajta, të jem i lumtur. Më thanë që nuk e kuptova pyetjen dhe i thash që ata nuk e kuptonin jetën. Unë jam njeriu më i mençur në botë, sepse unë di një gjë dhe kjo është se unë nuk di asgjë. Pyetja nuk është se kush do më lër, por kush do arrijë të më ndalojë.
Nuk kanë rëndësi vitet në jetë, por jeta e kaluar në vite. Është vendi yt në botë, është jeta jote. Bëj ç'të mundesh me të dhe bëje për një jetë që ti dëshiron ta jetosh. Ëndrat, në fund të fundit, janë një formë planifikimi. Nëse bën atë që ke bërë gjithnjë, do marrësh gjithnjë atë që ke marrë. Jeta jonë fillon për t'i dhënë fund ditës që heshtën për gjërat që patën rëndësi. Ëndërro shumë dhe guxo të dështosh. Kur shikon tek gjërat që ke në jetë, gjithmonë do të kesh më shumë. Kur shikon tek gjërat që nuk ke në jetë, nuk do të kesh kurrë mjaftueshëm. Kam mësuar se kur dikush e mbledh mendjen, zvoglohet frika. Një burr vërtet i pasur është ai, fëmijët e të cilit vrapojnë në krahët e tij kur i ka duart bosh. Çdo fëmijë është artist. Problemi është si të vazhdosh të mbetesh artist edhe kur rritesh. Betejat që kanë rëndësi nuk janë ato për medalje ari, betejat brenda vetes tue. Betejat e padukshme brenda vetes janë ato që kanë rëndësi. Koha më e mirë për të mbjellë një pemë është para 20 vitesh. Koha e dytë më e mirë është tani. Njerëzit shpesh thonë se motivimi nuk zgjat. Dakor, por dhe fjalët e këqija nuk kanë rezultat, prandaj motivimi këshillohet të jetë i përditshëm. Sfidat janë ato që e bëjnë jetën interesante, edhe nëse i tekalojmë ato, kjo i jep jetës kuptim. Merre jetën në dorë dhe shiko ç'ndodh. Një gjë e tmerrshme, askush për t'u fajsuar. 20 vjet nga tani, ne do të jemi më të zhgënjur për gjërat që nuk bëm, sesa nga gjërat që bëm. Eksploro, ëndërro, zbulo. Nëse dëgjon brenda vetes një zë që thot nuk mund të pikturosh, atëherë nuk mund të pikturosh. Kam gabuar 9.000 gjuajtje në karrierën time. Kam humbur 300 ndeshje. 26 herë më është besuar gjuajtja e fundit dhe kam gabuar. Kam dështuar mirë herë në jetë dhe kjo është arsyeja pse arrita të kem sukses. Nuk është kur vonë për të qenë ai që duhet të ishe. Kur një derë e lumturisë mbyllet, një tjetër hapet, por ne shikojmë aq shumë nga dera e mbyllur sa që nuk shohim atë që është hapur për ne. Nuk dështova në test, gjeta 100 mënyra për ta bërë atë gabim. 2 ditët më të rëndësishme në jetën tënde janë kur lind dhe ditën që zbulon pse linde. Sfidat janë ato që e bëjnë jetën interesante dhe nëse i tekalojmë, atëherë kjo i jep jetës kuptim. Edukimi kushton para, por më shtrejt kushton injoranca. Fillimisht ki një objektiv të qartë, së dyti gjej mjetet për të arritur, së treti përshtat mjetet. Mos u përpiq të kesh sukses, por përpiqu të jesh një vlerë. Nëse do të ngrihesh vetë, mundohu të ngresh dikë tjetër. Unë zgjodha rrugën më pak të shkelur. Kjo bëri diferencën. Çfarë janë paratë? Sukses është të ngrihesh në mëngjes dhe të shkosh në darkë në krevat duke menduar se ke bërë çfarë ke dashur.
Të nderuar miq, nëse ju pëlqyen këto thënie të mençura, bëni subscribe në kanalin ton dhe ndiqni videot tona me plot informacione të vlefshme për ju.